Për të shkëputur pak nga monotonia e balleve tradicionale dhe pse jo mos ta njohim sa më shumë çiftin e sapo martuar, kam menduar që të zhvillojmë një pethor për ta. Ju ftoj që të uleni këtu. Loja do të quhet loja e këpucëve të çiftit, ku ata do të përgjigjen një pethori të përgatitur nga unë, ku dhëndri ngren në këpucën e nusjes, do të thotë që këtë veprim e bën nusja, ndërsa ku nusja ngren këpucën e dhëndrit, do të thotë që këtë veprim e bën dhëndri. Besoj se jeni gati, pyetja e parë, kush e don njëri tjetrin më shumë? Kush bën dhurata më shpesh? Si një e gjeti njëri tjetrin? Kush është më nervoz? Kush e ngrin zërin kur ziheni? Kush fiton më shumë lekë? Kush e do bjerën më shumë? Kush i bën punët e shtëpisë? Nuse për shtëpi, pra. Kush e zëgjur më shpejt kur shtriheni? Kush prish më shumë lekë? Kush i ka propozuar i pari? E vjetë. Kush pi alkohol? Kush pi alkohol? Kush kërcej më bukur? E ja do ta shohim te loja tjetër. Kush ka emocione më shumë? Kush po gënat? Dhe pyetja e fundit, kush do të bëhet me bet? Tani kemi një lojë tjetër, gjithë gocat e çunat me dhëndrin dhe gocat me nusen. Gjithë, ju dua këtu, gjithë! Si fillim do kërcejnë çunat, pastaj gocat, është një konkurs. Hajde, bëhem shumë. Jo shkënka për çuna. Jemi ta flenin çuna. Staka boli no, po krejtë si vlasni
Që që po qiftin në mes dhe qift dalë. Dominusja, Barazina. Hajde të gjithë bashkullëri gjithë, të presim qiftin. Ty të ka ritornanë, për volim. Hajde, okej, me një gajnë.